Sot do të flasim për traumën, por jo ma në aspektin teorik ose shpjegues, sikurse ka qenë në puntatën e radhës, por do të bëjmë një teknikë e cila është një ndihmës e jashtëzakonshme për secilin, sidomos kur ndjen dhe identifikon që ka mendime ose sjellje ose ndjenja që vijnë me zanafil qysh në traumë. Sot do të bëjmë tapping në lidhje me lirimin e traumave në jetën tonë. Përshëndetje dhe mirë se vini në Time to Shine, mirë se vini në puntatën e radhës. Unë mendoj që është e 10-ta, gjithsesi duhet ta verifikoj. E shihni edhe shkruajmë në thumbnailin në foton kryesore dhe jam shumë mirënjohëse që jemi duke ecë. Realisht është shumë impenjim për mua, për angazhimet e mia po ashtu, por po ja dalim me sukses dhe ju falenderoj edhe ju për kohën që ndani për me qenë pjesë e këtij emisionit puntat mos puntate. Nëse doni të më suportoni dhe të ndihmoni në një farë mënyrë që të dalim edhe më me sukses krejt kësaj sipërmarrjet, unë do isha shumë e lumtur nëse do bëni subscribe, nëse do shtypni xilën që t'ju vinë njoftimet, nëse do bëni like ose share videos me persona që ju mendoni se kanë nevojë për këto informacione. Sigurisht e vlerësoj shumë kohën e secilit, çdo koment që ju më jepni, vazhdimisht më keni dhënë komente dhe vazhdimisht jam përgjigj secilit, sepse mendoj se koha e secilit është shumë e rëndësishme dhe mendimi i secilit po ashtu është shumë i rëndësishëm. Për ata që nuk njohin ose janë për herë të parë në kanal, unë jam Erisa Bujari, psikologe klinike dhe psikologe zhvillimit personal, tashmë për 10 vitesh eksperiencë dhe jam shumë e lumtur që t'ju tregoj diçka, jo shumë çka sepse është e pamundur përmes minutazhit të emisionit, por diçka të rëndësishme po mendoj nga profesioni jam dhe se si konkretisht mundet me ju ndihmu kjo fushë në jetën e juaj. Kështu që sot do shkojmë drejt për drejt me teknikën tapping. Teknika tapping besoj e keni pa gjithanej kush merret me ta, por sidomos ata që punojnë me mua ose në trajnime ose në këshillimin psikologjik e dinë se unë e preferoj jashtëmaset shumë edhe vazhdimisht jam duke kualifikuar, që shpejt i besoj që do kem edhe një dokument, si thush, zyrtar të kualifikimit për teknikën tapping. Është një teknikë që psikologjia moderne vetëm është duke përqafuar kohëve të fundit, nuk e di në Shqipëri sa po përqafohet, por gjithsesi jam unë edhe kjo është diçka që vlen shumë. Do flasim shkurtimisht çfarë është teknika tapping, që i referohet disa pikave meridiane në trup, janë disa, në këtë moment ne do të diskutojmë për 9 pika, do flasim për 9 pika kryesore, që është një këtu me pikën e karates, një është mes vetove, një është në cep të syrit, një është poshtë syrit, një pikë tjetër është këtu poshtë fundës, një është këtu tek mjekra, një është këtu në kraharor dhe një është poshtë shqetës, praktikisht katërgisht, si pikë si orientim dhe një tjetër është në majtë të kokës. Këto janë 9 pika kryesore. Nuk përfundon në kaq ka miliona pika meridiane në trup të cilat janë tepër të rëndësishme dhe çfarë funksioni kanë këta do t'ju shpjegoj dhe pse duhet i prekim këto si pjesë e teknikës, sepse në këto pika janë si thosh veni kryesor ku mblidhet energjia, sidomos energjia në nivele shumë të mëdha. Sidomos energjia kur kena të bëjmë me trauma, kur kena të bëjmë me stres të shtunë, kur kena të bëjmë me frikë, kur kena të bëjmë me eksperienca ose me besime të rrënjosura të thellë në nesh, të cilat sigurisht që më ndikojnë në cilësinë e jetës, në aktivitetet tona gjithçka. Por energjia mblidhet këtu dhe deri në momentin që nuk lirohet, është një pengesë e jashtëzakonshme dhe është një, si thosh, përcaktuese që e vulos shpeshherë shumë dështime ose shumë eksperienca jo të bukura në jetën tonë. Kështu që çfarë ne ata kanë bë është ta bëjmë maksimum këtë punë, këtë kujdes për veten dhe mos ne na pjesën tjetër i takon Zotit, sigurisht çka kena të shkruar nuk e di, por në anën tjetër çfarë ne duhet bëjmë është një që të informojmë, të studiojmë fort, punojmë me personat kompetent dhe profesionistë të kësaj fushë dhe ta punojmë, mos kena frikë me punu dhe me vete. Nuk është e lehtë, por është e bukur dhe është e mundshme. Kështu që shkojmë drejt për drejt, unë kam përgatitur një deklaratë specifike për lirimin e traumave, secili mund të ketë trauma të ndryshme, nuk do të thotë që kjo deklarata do jetë mrekullibarse për shembull në një rast specifik, sepse unë nuk e di çfarë traume apo çfarë situata mund të keni kaluar në jetë, por gjithsesi është një ndihmë po mendoj shumë e mirë edhe e përgjithshme deri diku, sepse është goxha specifike në fakt pjesë e traumave, por e përgjithshme sepse përfshin të gjitha traumat, thosh. Masanena ku kena detaje, ku kena një X lloj traume të caktuar ose diçka se sa shumë na interferon intensiteti me cilin na interferon etj, këto gjëra nuk bëhen përmes videove në YouTube. Unë mendoj që s'ka
asnjë profesionist në botë që mund të ndihmojnë vetëm përmes videove në YouTube, por bëhet fjalë për gjëra specifike. Kështu që gjithmonë gjëra specifike punohen në këshillimin psikologjik ose në terapi psikologjike gjithmonë. Për ata që kanë këto detaje është mirë të më kontaktojnë sepse kena mundësi të punojmë bashkë, më kam edhe pak vete të lira në lidhje me persona që mund t'i marrë në mentorim ose që në këshillim psikologjik që mund punojnë. Gjithsesi, shkojmë tek deklarata dhe shkojmë tek pjesa e demonstrimit të kësaj teknike. Unë kisha ju këshilluar që ta ndiqni video me vëmendje një herë dhe t'i ktheheni sërish dhe ta bëni teknikën. Okej? Veproni sikur se veproj unë dhe flisni sikur se flasun fjalit. Janë disa fjali kyçe, shumë të rëndësishme, të cilat përgatiten vetëm nga profesionistë dhe të cilat e dinë se si flasin mendjes së njeriu dhe sidomos si flasin mendjes së njeriu në këtë rast në lidhje me traumën. Unë kam laptopin para dhe kam materialin këtu, kështu që nganjëherë ndoshta do më duhet ta uli dorën që të lëvizi fjalit, sepse duke se edhe bëj shpesh shumë deklarata për klientë ndryshëm, edhe nuk mahen mend të tana, edhe s'kam si bëj mend, sepse më ndihmon tashmë laptopi, teknologjia. Okej, shkojmë dhe fillojmë me demonstrimin e kësaj teknike. Ajo çfarë blet edhe e fundit për të shpjeguar para kësaj teknike është që të keni ujë me vete, të pini ujë përpara dhe të mos keni frikë dhe të mos shqetësoheni, pavarësisht çfarë lloj reagimi mund t'ju vi gjatë kohës që bëni teknikën taping. Dikujt mund t'i vi me qesh, çfarë është kjo gjaja, dikujt mund t'i vi me çaj dhe është okay. Dikujt thjesht mund t'i dalin lot, dikujt mund t'i hapet goja, më ndodh shpesh të më hapet goja, më dalin lot. Por nuk duhet më tremë. Ka pasur raste, gjatë eksperiencës time, ka pasur raste kur personat kanë pasur edhe reagime të tjera më agravume, po themi pak a shumë, si pasojë e kësaj teknikës, kanë pas për shembull enjtje dursh, edhe kjo ka të bëjë me reagime fiziologjike specifike, sepse me këtë rast për shembull kena të punu diçka shumë të thellë dhe shumë të hershme, por nuk është diçka për të shqetësuar, secili që është profesionist, sidomos i kësaj teknike, e din se nuk është diçka që duhet më shqetësuar, din si ta menaxhoj. Dhe e ka menaxhuar realisht me shumë sukses. Kështu që mos u tremni, pavarësisht çfarë do që mund të keni reagime ose mund të mos keni fare dhe është okay. Okej. Kaq për këtë, tash fillojmë me demonstrimin e teknikës. Si fillim do fillojmë të prekim në pikën e karates, që është anësorja këtu e dorës. Dhe ju mundeni të veproni kështu dhe të flisni. Fjalit që unë tash do t'i parashtroj. Edhe pse kam përjetuar trauma dhe dhimbje të mëdha në të kaluaren, unë e pranoj veten time plotësisht dhe lejoj veten të shërohem. Edhe pse kam përjetuar trauma dhe situata të cilat akoma sot i kujtoj, unë përsëri zgjedh që ta dua dhe ta nderoj veten time, thellësisht dhe plotësisht. Edhe pse kam përjetuar trauma dhe dhimbje në të kaluarën, unë përsëri dhe gjithmonë zgjedh që ta dua, ta nderoj dhe ta pranoj veten time, thellësisht dhe plotësisht. Liroj çdo dhimbje që e mbaj brenda vetes, ato që njoh dhe ato që nuk njoh. Nuk më duhet më ta mbaj këtë barë. Zgjedh që të ndihem e sigurt tani. Më duhet t'i mbaj pak syzet se meritoj paqe dhe shërim. Unë e lejoj trupin tim të liroj dhe të çliroj përfundimisht çdo energji të ngecur aty. Unë jam e fortë dhe e lirë nga e kaluara dhe nga çdo pasojë e saj. Unë e dua dhe e pranoj veten time ashtu siç jam. Unë e dua dhe e pranoj veten time ashtu siç jam. Unë lejoj ta laj shkumen pas, ajo nuk është më një punë për mua, dhe unë e fali veten dhe të tjerët. Unë jam e lirë, unë jam e sigurt, unë jam e qetë në mendje, trup dhe shpirt. Merr një frym thellë. Është një
teknik e jashtëzakonshme. Kaq ishte. Çfarë instruksionesh kisha me ju dhënë është që ta përsëritni 2-3 herë si fillim, është minimumi gjatë ditës në momente të ndryshme. Dhe keni nevojë që keni pas një lehtësim shumë të madh. Bajeni si rutinë. Keni parasysh që gjatë kohës kur ndrojmë pikat, për shembull, nga këtu shkojmë këtu, është mirë që ky kalim që është 1 sekondë, por të merrni frymthell kur ndryshoni pikat, të merrni frymthell, okay? Dhe tjetra, t'i lejoni emocionet që t'ju vinë dhe t'i lejoni që të largohen natyrshëm. Shumë është e sugjerueshme edhe të pini ujë. Pini ujë sepse në momentin që pini ujë, ju jepni fuqinë vetes, jo vetëm të oksigjenoheni ju dhe trupi dhe truni ju, por edhe të freskoheni, sepse shpeshherë është një teknikë e cila mundet që na jep edhe ndjenjen e ngrohtësisë më shumë se ç'duhet ose sepse janë reagime fiziologjike. Okej? Është një teknikë e shkëlqyer. Çdo kush që ka një mendim, çdo kush që ka një koment apo diçka, është i lirë të ma shkruajë te komenti tek videoja dhe gjithashtu çdo kush që ka nevojë që të punoj më me specifika, kjo është një teknikë e thjeshtë që unë e dhash me deklaratë të thjeshtë dhe shumë e shkurtë. Por ka raste që ka seanca të plota vetëm me këtë teknikë. A është e lodhshme? Edhe është pak e lodhshme, sepse jena praktikisht duke liru dhe duke nxjerr nga vetja gjata që janë shumë viteve, 20-30 vjet, varësisht moshës, ndoshta 40 vjet. Dhe këta të bëjmë me një punë kolosale që bëhet. Është një peshë e madhe që ti praktikisht e heq nga vetja dhe lirohesh, e mos atë hapësirë e mbush me gjatat e duhura, të cilat marrë pa ne punojmë specifikisht në seanca, sepse këto nuk ka se mundet me shpjegu çfarë ose si, sepse bëhet fjalë për pjesën e jetës së secilit o travmave ose eksperiencës së secilit. Okej? Çfarë do ju thoja tjetër? Besoj se çdo gjë e zgjarova me sukses. E kam shpejtuar në mënyrë që të mos ju marrë edhe shumë kohë ju, por edhe që të jetë efektive. Përsëriteni minimumi 2-3 herë në ditë, minimumi. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë dhe mos harroni të ndiqni në Get Psikologjist dhe në Erisa Bujari në Instagram dhe në Facebook. Për çdo pyetje thash, ose në komente, ose na shkruani dhe mos harroni të bëni këtë video share. Është taping për të liru traumat nga jeta juaj. Është diçka serioze dhe është një zgjidhje që nuk para e kam pa shumë botën shifulse, por në anën tjetër shumë persona këtu në kanal ma kanë kërku edhe përmes komenteve dhe përmes mesazheve në privat. Unë ju falenderoj shumë për kohën, ju falenderoj për share që bëni kësaj video dhe videove të tjera për mbështetjen e juaj të vazhdueshme. Unë nuk e di edhe sa puntata do ketë ky sezon, por shpresoj sa më shumë sepse di që janë të vlefshme dhe janë në ndihmë të komunitetit. Ju përqafoj shumë, ju uroj një ditë edhe një kohë të mrekullueshme dhe mos harroni, duni fort veten dhe besoni fort në vete.